një fëmijë, aksident rrugor, kujdesari 24 orëshe, do të thotë je aty në pikën në front, në bazë frontit, për që do ndihmë domthonë njerëzve në nevojë, dikon 8 vjeçare nuk e njefshin kën e ka nën, kën e ka babë, familjarë të ngushtë, sepse kanë marrë ato, ka ndodhur aksidenti, e kanë fut makinë edhe me shpejtësi në qendër klinike. Tash për me mirësiru familjarëve cilat janë pasojë të lëndimeve që mund të më ndodhë, cilat janë rreziqe, pastaj duhet aprovimi i në shkrimi për me nështru anesteziole dhe ndërhyrjes kirurgjikale. Tash koha na ikte, kërkosh swishim me ran kontaktin se fëmija është në gjendje intubumi, thëmë na, me frymëmarrje të asistuar, pra jo frymëmarrje natyrale, dhe u dash me vendos edhe kom marrë një përgjegjësi që nuk ka duk më njërë me rreziku në atë moment, që me fut në operacion disa ndërhyrje kirurgjikale të fëmiu, edhe kom marrë përgjegjësinë të thënë ligjore, personale, të thotë për me unë nështru për ato që nuk lejohet realisht, mirë po ka qenë me qenë apo mos me qenë. Edhe faktori kemi kry, absolut, që thashe koha e artë, nuk e thash rasisht, kemi kry ndërhyrjet kirurgjikale, disa ndërhyrje, pastaj ka qenë edhe kirurga i barë për të fëmijëve, që ka pasur lëndime, ne kemi bërë stabilizimin e pelvikut, domethënë provizor që bëhet, kemi operu 2 ekstremitetet, gjendja pak e lodhur e tjera me asistencë, si thash e intubuar pacienti, edhe zakonisht na kur bojnë 4-5 orë një operacion, domethënë është një kohë që mbajegi gjatë, edhe është sfida normalisht e vazhdueshme, dhe kemi mundësinë pak me relaksu. Kur e kom pa mas një 30 minutave, duke qëndruar në kom, duke lëviz,